Në një kohë kur planeti përballet me shumë rreziqe, veçanërisht me atë të ngrohjes globale dhe kur natyra ka ndryshuar thuajse gjithçka, sfidat për jetën njerëzore, por mbi të gjitha për botën e kafshëve janë shumë të mëdha. Profesori Temruka sjell një libër shumë interesant me titullin 600 fakte të pabesueshme por të vërteta, kafshët ashtu si nuk i njohim. Profesor, faleminderit që vjen në një grush librash. Shumë faleminderit. Me këtë, të themi, mini enciklopedi ku primare është dashuria për botën e kafshëve. Një libër ku mbi të gjitha mësojmë se si ta duam dhe të kujdesemi për natyrën dhe për kafshët. Shumë faleminderit për ftesën. Po, qenia njerëzore është pjesë e kësaj bote, botës së gjallë, pavarësisht se dallohemi prej tyre, por jemi një grimës në Universitetin e Botës së Gjallë, e cila në fundit është një aventurë më vete, një histori më vete, që rrugton prej miliona vitesh dhe ka përballuar të gjitha sfidat që ka pësuar planeti ynë, siç e përmendët dhe ju. Kontinentet nuk kanë qenë dikur këto që shikojmë sot. Planeti është mbuluar me akuj, është goditur nga tërmetet, nga vulkanet, tsunamet. Megjithatë jeta ka sfiduar të gjitha këto vështirësi dhe është ajo që shikojmë sot, me biodiversitetin që është kaq i larmishëm. Ajo që mund them është se nuk ka cep të këtij planeti ku mos lë jeta. Edhe atje ku ka akuj, edhe në thellësitë e oqeaneve, të deteve, në ajër, në shkëmbinj, gjithkund. Dhe mendova se do të ishte shumë interesante për të veçuar disa fakte që për mendimin tim janë mbreslënse dhe për ta sjellë të botë të gjallë për lexuesit edhe për lexuesit shqiptar. Nuk është se aty janë gjëra që mund mos jenë edhe të njohura, por unë kam qëmtuar ato gjëra që i bëjnë të veçanta kafshët dhe që ne nuk i dim. Aq më tepër sot që njeriu i është larguar natyrës, jeton midis betonit, pallateve, hekurudhave, rrugëve, autostradave e tjera, dhe ka krijuar një distancë me botën e gjallë, me atë që e rrethon, pa folur për atë që është larg vendbanimeve tona. Dhe mendova se është me të vërtet një gjë interesante që të sjell përmes këtij botimi një mori faktesh që tregojnë mënyrat që kanë gjetur kafshët dhe që janë mënyra me të vërtet shumë inteligjente për të mbijetuar, për të riprodhuar, për të shumuar, për të bashkëjetuar me njëra tjetrën, dhe që besoj se është një mënyrë krejt e veçantë për të transmetuar pasuritë faunistike të botës në një mënyrë krejt tjetër. Zakonisht botimet shkencore janë të rënda, janë me terma shkencor, me emra shkencor. Nëse unë jam munduar që ta përcjell të kulturë në një formë të këndshme, të pranueshme, dhe jam i bindur që nëse një lexues ka këtë libër, nuk e heq me dorë. Dhe ka çfarë të mësoj, janë shumë gjëra që ai nuk i di. Prandaj kam quajtur kafshët ashtu si nuk i njohim. Dhe në këtë libër pra që nuk është vetëm një rrëfim shkencor apo një projekt shkencor, por edhe një rrëfim me dashuri për natyrën dhe botën shtazore, ju shkruani se jetojmë në një botë ku njeriu, në kërkim të mirëqenies së vet, po shkatron me egërsi të papërballueshme jetën e krijesave të tjera. Cili është sipas jush rreziku më i madh që i kanoset sot botës shtazore? Kjo është e vërtetë. Evolucioni i llojit njeri është një nga gjërat më të habitshme në këtë planet. Veçanërisht shekujt e fundit, numri i njerëzve apo i popullatës botërore është rritur, ka kaluar 7 miliard, 8 miliard, dhe po tesim me këtë ritëm, sigurisht numri i këtyre krijesave do të rriten dhe kjo ka nevojë për burime natyrore. Dhe burimet natyrore janë toka, është pylli, është bota shtazore, është bota bimore, dhe jemi treguar të pamëshirshëm me pjesën tjetër të botës. Në një kohë që ne jemi pjesë e një zinxhiri ekologjik që i bashkon të gjitha këto qenie të gjalla. Aty në hyrjen e këtij libri unë kam thënë që parimi kryesor në botën e gjallë është të hash ose të hahesh. E kjo është e vërtetë. Parimi i dytë ose kushtetuta e botës së gjallë shtazore, po dhe asaj bimore, është që nëse nuk përshtatesh, duhet të zhdukesh. E në këtë garë për burimet njerëzore, ku ka miliona lloje, njeriu është qenia më predominuese.
i cili ka gryer sipërfaqen e tokës, ka shfrytzuar në mënyrë të pamëshirshme burimet natyrore dhe ka vënë gjithë botën e gjallë në një rrezik që është i jashtëzakonshëm. Sot ka një listë të tërë, që quhet lista e kuqet, llojeve që janë në prag të zhdukjes ose janë të rrezikuara të zhduken. Sigurisht, historia e jetës shu ka qenë gjithmonë, nëse i referohemi jetës që nga fillimet e saj deri më sot, gati mos të 99%, më shumë se 99% e llojeve janë zhdukur. Dhe ai që shikojmë sot është një pjesë shumë e vogël, e cila vuan peshën apo presionin e aktivitetit njerëzor. E vuan në det, e vuan në mal, e luan në një ar, që përdoren pesticide, e vuan nga të gjitha anët. Prandaj libri është edhe një apel që duhet ta duam këtë botë dhe ta mbrojë. Ne shpesh e lakojmë të jetën e përditshme, por nuk e respektojmë. Domethënë, i japim vetes një vend të privilegjuar në raport me gjitha qenet e tjera të gjalla, por mos harrojmë që nëse shkatërrohen këto zinxhir ekologjik, edhe vetë ekzistenca e njeriut vjet në diskutim. Shumë specie janë në rrezik, shumë të tjera ndoshta zhduken. Çfarë ndodh me botën shtazore? A është evolucioni ende aktiv? A krijohen në këtë botë ku jetojmë, në këtë planet, specie të reja shtazore, qenie njëqelizore? Në fakt, është aktiv për evolucionin? Patjetër. Evolucioni është gjithmonë aktiv, edhe në ditët tona. Evolucionit janë shtuar plot faktorë të cilët i detyrojnë botën e gjallë që të ndryshojë aparatin gjenetik që të përshtatet më mirë. Në fakt, kjo nuk është një risi, sepse gjithmonë ka ndodhur kështu, ka patur 2-3 periudha të zhdukjeve masive të llojeve, mjafton të kujtojmë periudhën e dinozaurëve, të cilët nuk u zhdukën me një ditë siç mendojnë njerëzit, por ishin ndryshime të rëndësishme që psoi planetin atë kohë dhe që dinozaurët ishin mbretërit e tokës, të ajrit, të ujit, u zhdukën disa mijëra vjet në fakt, dhe mendohet që një planet apo një meteorit i madh goditi gjirin e Floridës, dhe po ta shikon ai ka formën e një harku, mendohet se ka goditur atë pjesë, mund të ketë ndryshuar fusha magnetike e tokës, mund të ketë ndryshuar pozicioni i tokës, tronditje e madhe, dhe u zhdukën. Por nuk kanë qenë vetëm dinozaurët, janë miliona e miliona lloje që janë zhdukur, por jeta ka vazhduar procesin e saj evolutiv për të ardhur deri në ditët tona. Procesi i evolucionit është forca më aktive, është një ligj i natyrës i hekurt, që nuk bën asnjë lloj lëshimi dhe asnjë lloj kompromisi. Të gjitha ato lloje që nuk përshtaten me kushtet apo rrethanat e një mjedisi apo një kohe të caktuar janë destinuar të zhduken. Dhe ato që përshtaten, sigurisht arrin të mbijetojnë dhe të shtohen. Organizmat e gjalla, qoftë të një lloj, nuk janë uniforme. Aparati i tyre gjenetik ka një diversitet të pafund, ndryshimesh të vogla, të cilat në rrethana të caktuara, disa lloje i privilegjojnë që të mbijetojnë, ndërsa disa të tjera të skartohen. Kjo është një lojë që ka filluar prej miliona vitesh, vazhdon sot dhe vazhdoj dhe nesër. Ndotja, urbanizimi, veprimtaria njerëzore, puna e njeriut ka ndikuar në zhdukjen apo në rrallimin e shumë specieve, por nga ana tjetër nuk mund të mohojmë edhe ndihmën që jep njeriu për mbrojtjen e shumë specieve të rralla, të cilat sot janë pikërisht në këtë trysni kërcënimi. Patjetër. Domethënë, sot ka një sër faktorësh të cilët janë faktor rreziku për botën e gjallë, bimore dhe shtazore. Aty për shembull kam disa fakte, po një fakt vetëm është që miliona zogjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vdesin vetëm nga goditja me xhamat e grataçelave, për shembull. S'po flas për faktorë të tjerë, por mos shkojmë larg, le të vim në detin Mesdhej, i cili shtyr në një kosh një trafik i papar, anijesh i dedhin, mbetje, mbeturina, etj. Dhe që kanë filluar të ndryshojnë biodiversitetin. Janë ndryshimet klimatike që në fundit, mendohet se janë pasojë aktivitetit njerëzor, e emetimeve të tmerrshme të monoksidit karbonit, dioksidit karbonit, oksidit azotit, etj.
të cilët e kanë prur për shembull faunën e Afrikës, të themi, më lart drejt veriut, drejt Greqisë apo drejt Shqipërisë, sepse edhe vetë shkretira po avancon drejt vendeve tona. Ka një aksion shumë të rëndësishme që njeriu në historinë e tij ka ndjekur pyet, i ka prerë, i ka rrafshuar dhe ka vazhduar përpara. Me një fjalë, trysnia që ushtron aktiviteti njerëzor është me të vërtetë i jashtëzakonshëm. Ndërkaq, duke kuptuar të gjithë këtë dramë që po ndodh me biodiversitetin e planetit tonë, sot ka një sër lëvizjesh të cilat kërkojnë që ta marrin në mbrojtje, që të shëndoshin ekosistemet. Njeriu nuk është vetëm shkatërruesi i ekosistemeve, por është ndërtuesi i ekosistemeve. Mjedisi në cilin e po zhvillojmë këtë intervistë është i mrekullueshëm, edhe ky është një ekosistem i vogël, por në fundit çdora e njeriu që ka rregulluar. Sot po merr në mbrojtje një numër i madh llojesh që janë në rrezik zhdukje, që merren dhe futen në këto kopshtet zoologjik që shumohen dhe pasaj për t'i kthyer në vendin e origjinës, por shuma e lekëve që duhet harxojmë për të rehabilituar natyrën është jashtëzakonisht e madhe, fatura. Në një kohë që ne nuk kemi nevojë për të harxuar këtë shumë lekësh për të rehabilituar natyrën në botën e gjallë, ne kemi nevojë që ta duam botën e gjallë, që ta respektojmë botën e gjallë. Sigurisht kjo është një kulturë tërë, kultura ekologjike, që është, besoj, nga elementet më të rëndësishëm të kulturës njerëzimit, e cila ka filluar që të transmetohet në brezat e ri, në shkolla, në shoqata, dhe që mendoj se po bën një punë të shkëlqyer. E këtu në Shqipëri ka plot shoqata për mbrojtjen e natyrës, të cilët duke sikur janë agresiv, po bëjnë një punë të jashtëzakonshme për të mbrojtur interesat e natyrës përballë interesave të njerëzve që kërkojnë të përfitojnë, duke mos marrë parasysh jetën e qenieve tjera të gjalla. Ju përmendët zogjt që vdesin në Gradacella në Shtetet e Bashkuara, nga ana tjetër në Australi janë kangurët ata që shkaktojnë më shumë aksidente automobilistike. Po. Por ka dhe shumë fakte të tjera në këtë libër, disa prej të cilave unë i kam përzgjedhur. Për shembull, insektet përbëjnë 80% të gjitha llojeve të botës shtazore. Bletët kryejnë 10 milion udhëtime për 1 kilogram mjalt, por një blet gjatë gjithë jetës së saj prodhon një sasi mjalti sa 1/11 e lugës së çajit. Gjallësa më e rrezikshme për njeriu është mushkonja. 4 vende në botë nuk kanë gjarpërinj: Zelanda e Re, Islanda, Irlanda dhe Groenlanda. Gjarpërinjt nuhasin me gjuhë. Bufi nuk e bluan ushqimin në gojë. Peshkaqenët mund ta ndjejnë erën e gjakut deri 5 kilometra larg. Kërmint mund të flenë deri në 3 vite. Aragostat i kanë dhëmbët në stomak. Kujdes nga mint, shkruan profesori, ata mund të transmetojnë plot 35 lloje sëmundjesh. Profesor, ka një kafshë që ju ka bërë veçanërisht përshtypje, ose që ju e vlerësoni në mënyrë të posaçme? Është vështirë të dalloj një kafshë, sepse çdo kafshë është një pasuri, mendoj, një pasuri më vete. Dhe faktet që ju përmendët janë shumë pak në raport me faktet që janë sjellë në të libër, që janë me të vërtetë mbretëslënëse. Jo përmendët kangurët janë simboli i Australisë. Është e vërtetë që shumica e aksidenteve bëhen nga kangurët, po kanguri është një kafshë shumë e fuqishme. Kam sjellë fakte se sa është forca e këmbës së tij, apo bishti i tij që është një gjymtyr e tretë për të. Kam sjellë fakte për gjarpërit, për peshqit, për shpendët, për gjithçka që është në këtë planet. Edhe për shqiponja që popullojnë Shqipërinë. Megjithëse unë jam një biolog i vjetër prej gati 50 vitesh që mbaj leksione, vërtet jam befasuar kur kam qëmtuar këto fakte. Dhe gjithmonë kam shtruar pyetjen, ose më saktë, unë si qenie njerëzore, jam bërë ziliqar për shumë nga cilësitë që kanë kafshët dhe që ne nuk i kemi. Qoftë nga nuhatja. Mas mund të krahasohet për shumë nuhatja e qenit me nuhatjen e njeriut, apo jo. Qoftë për vrapin, qoftë për kërcimin së larti, qoftë për rezistencën për ushqim, për shembull. Zvaranikët. Ka disa zvaranikë të cilët mund të hanë 1 herë ose 2 herë në vit, dhe nuk e kanë problem si ne që duhet të hanë 3 herë në vit. Më ka bërë përshtypje kafshë të cilat
kanë ngrirë në akuj. Dhe kur akujt janë tërhequr mbrapa, janë rinjallur dhe kanë marrë jetë, kanë rimarrë jetën e tyre. Janë fakte me të vërtet mbretëslënëse. Një kafshë për shembull që rritet në polin e veriut, për shembull në det, ka proteina specifike që nuk lejojnë që trupi i tyre dhe qelizat të formojnë brenda kristale akulli. Dhe mos harroni se kjo është një shpikje e natyrës që e kemi zili veçanërisht kur ne duam që të ngrijmë trupat e njeriut ose pjesë të tij. Siç është krionika për shembull. E mbi të gjitha, bota gjallë shtazore, dhe ajo bimore më shumë, janë dhe një farmaci e gjallë për njeriu. Aty mjekët, kërkuesit kanë gjetur preparate, medikamente që janë me të vërtet të jashtëzakonshme, që pengojnë të zëmkoagulimin e gjakut, apo që janë faktor që pengojnë evolucionin e kancerit. Domethënë është një farmaci e tërë e cila është në dispozicion të njeriut dhe që ne duhet ta studiojmë dhe ta vjelim me kujdes. Të 600 faktet që unë aty kam sjell, unë mund silla dhe më tepër, janë mbretëslënëse për mendimin tim. Është mirë që kjo kulturë të transmetohet në një mënyrë të këndshme tek njerëzit, në mënyrë që ta duan natyrën, të duan kafshët, të duan bimët, sepse në fundit ne jemi pjesë e tyre, dhe po nuk e respektuam këtë pjesë tjetër të botës gjallë, ne nuk kemi respektuar veten dhe kemi vënë në rrezik jetën tonë dhe jetën e gjithë njerëzimit. Profesor, një pyetje kam. A mundet që një specie e zhdukur të rikthehet sërish në jetë nëpërmjet teknologjisë gjenetike? Absolutisht po, sot është e gjithë teknologjia që mund të rikthejmë mbrapa jetën. Mjafton që ne kemi mundësinë që të izolojmë ADN-n. Nëse ne izolojmë ADN-n, kemi izoluar ose kemi sjellë materialin gjenetik, të cilin me teknikat që ekzistojnë sot, ne mund ta rikthejmë jetën mbrapa dhe unë jam i bindur për këtë gjë. Sot kemi arritur që të izolojmë ADN-n nga njerëzit e neandertalit që kanë jetuar 30 ose 40 milion vite më parë. Dhe kjo është një gjë e jashtëzakonshme, sepse historia e njeriut nuk është historia që kanë shkruar librat. Historia e tij është historia e ADN-s, në fakt evolucionit të ADN-s. Ekzistojnë këto mundësi. Në një libër që unë kam shkruar më parë, Zotër apo sklevër të gjeneve tona, unë e kam parashtruar këtë hipotezë që do vi një ditë që ne do kemi mundësi të rikthejmë në jetë lloje të zhdukura me kusht që ADN-ja e tyre të jetë ruajtur. Dhe prova të tilla kanë filluar të bëhen edhe sot. I rrezikon kjo ekuilibrat natyror? Nuk besoj se i rrezikon ekuilibrat natyror. Mjafton që ato të futen në zinxhirët ekologjik dhe ekuilibrat gjithmonë prishen dhe rivendosen përsëri. Profesor, dua ta mbyll intervistën me një thirrje, me një mesazh, me një dëshirë se si mund ta edukojmë brezin e ri me më shumë dashuri për natyrën dhe veçanërisht për botën shtazore. Mendoj se kjo është një përpjekje që duhet ta bëjë gjithë shoqëria, por veçanërisht shkolla, e cila duhet ta fillojë me gjeneratat e reja. Gjeneratat e vjetra nuk e kanë patur shumë kulturën ekologjike. Nuk e kanë problem që ta presin një pemë, të rrafshojnë pyllin e tjera, ndërsa ne jemi munduar që përmes teksteve të biologjisë ta transmetojmë këtë lloj kulture. Unë jam autor i teksteve të biologjisë, të diturisë natyrës, nga klasa 2 fillore deri tek e 12 e gjimnazit. Kam shkruar 10 tekste dhe një nga tendencat kryesore është të transmetojmë kulturën për mbrojtjen e mjedisit. Dhe jam i bindur që kjo gjenerat që vjen do jetë më ndërgjegjshme për ruajtjen e mjedisit. Por ky apel është për gjithë qytetarët. Edhe një miz që kalon në ajër apo një milingon që kalon në tokë, mos kujtojmë se është pa vlerë. Të gjitha kanë vlerën e tyre dhe janë pjesë e një zinxhiri që në fundit përfundojnë dhe tek njeriu, tek mirëqenia e tij. Profesor, ju falenderoj që ishit në një grush librash, pra një ftesë për lexim për 600 fakte të pabesueshme, por të vërteta për botën shtazore. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Faleminderit.